Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se u rikthehet në Skin Therapy. Sot do t'ju tregoj një maskë se si mund të bëni në kurse shtëpi një pastrim të thellë të fytyrës, por është një maskë shumë e mirë për fytyrat me probleme. Videon duhet ta kisha regjistruar shumë kohë më parë, por përmendosha të ndryshoja look, të drejtoja flokët për pas sukses. Jam lanë gjys drejta gjys kaçurela, por muhabet tjetër ky. Maska që do t'ju tregoj sot, receta për maskën që do t'ju tregoj sot është me argjil. Besoj se gjithë keni dëgjuar argjilën që përdoret shumë në maska të gatshme, në krema të gatshme, të cilat janë për fytyra, më shumë për fytyrat në probleme, por edhe në maska të ndryshme në mënyrë natyrale. Argjila është përdorur që nga antikiteti, ndryshe quhet edhe toka që shëron. Ka disa lloje argjilash, kjo në bazë të vjetërsisë të mineraleve që argjila mund të ketë. Kemi argjilë të kuqe, argjilë jeshile, të verdhë, të bardhë dhe blu. Unë kam këtë argjilën jeshile, është si pluhur, si mia, me ngjyrë, por është shumë e mirë. Argjila ka veti anti-inflamatore për ato fytyrat e acaruara, ato puçrat e vogla, të kuqe, shpesh ato fytyrat që kanë pjesën e mollzave të acaruar, është shumë e mirë. Ka veti antibakteriale, shumë e mirë për fytyrat e yndyrshme, sepse ne që kemi një fytyrë të yndyrshme, kemi pore të hapura, kemi pika të zeza shumë që shkaktohen nga yndyra, kemi pika të bardha, është edhe shumë e predispozuar për akne dhe argjila është ndër masat më të mira për pastrimin e pikave të zeza dhe të bardha, për largimin e yndyrës, por edhe për trajtimin e fytyrave me akne. Maskat me argjil janë të shumë llojshme, po të shikoni në internet, keni një mori maskash me argjil. Mund t'i bëni thjesht me ujë, me vaj, me xhel aloe vera, me kos, kjo në varësi të asaj çka ju doni të vendosin në fytyrë dhe atë çka fytyra juaj toleron. Unë do t'ju tregoj një maskë, është një maskë e thjeshtë, mund ta provoni dhe ju në kurse shtëpie, por më pas aplikimit të maskës do t'ju tregoj diçka më shumë në varësi të fytyrës sa herë duhet ta përdorni në javë dhe më pas do të shikojmë dhe rezultatet e maskës. Atëherë le të fillojmë me përgatitjen. Pra ishte maska me argjil, shumë e thjesht vetëm me kos dhe me argjil, mund ta bëni gjithashtu dhe thjesht vetëm me ujë, për siguroni që para ta zieni ujin që të jetë distiluar. Nuk është nevojë të shtoni vajra esenciale të tjerë të livandës, të rozmarinos, vaj kastori. Ato janë thjesht reklamat të internetit dhe të YouTube-it. Mund përdorni thjesht vetëm argjilën me kosin ose me ujin, sepse argjila i ka gjitha vetit e saj. Siguroni që para se ta vendosni në fytyrë të keni pastruar fytyrën me xhelin larës të zakonshëm. Vendosni një shtresë të hollë të argjilës në fytyrë dhe mbajini maksimumi 8 minuta, sepse nuk do bënte asnjë efekt, thjesht që do ngrinte në fytyrë dhe do ishte më e vështirë të hiqej. Pas të keni mbajtur 8 minuta, duhet ta shplani me ujë të vakut. Unë tani do aplikoj argjilën, do pres 8 minuta dhe më pas do bëj shplarjen. Po ngrin, është e vështirë të flas, ndoshta nuk duket mirë se më bie drita, por di
Të presim. Unë tashmë kam heqë argjilën nga fytyra dhe ju pas 8 minutash do të bëni shperjen e fytyrës me ujë të vakët, jo me ujë të ftohtë dhe jo me ujë të ngrohtë. Unë gjithashtu përdor edhe nga këto copat, janë me mikrofiber. Janë nga ato copat që përdoren për të marrë plurat, po janë shumë të mira, janë shumë të buta, unë i përdor për fytyrën. I gjeni kudo në dyqanet dhe në supermarkete. Unë e kam marrë 120 lekë të reja, por nuk do ke një çmim. Besoj se do ke një çmim të lartë sepse copë plurash është. Në qoftë se më pas do shikoni lëkurën e fytyrës që është pak e acaruar, mos u shqetësoni se është normale, mjafton të vendosni pak nga kremi juaj hidratues. Unë për momentin po përdor këtë të linjës Skin Code. Dhe para se të blini argjilë siguroni që të jetë 100% e pastër, edhe diçka që është shumë e rëndësishme duhet ta kisha thënë që në fillim, kur bëni përzierjen e kosit me argjilën, nuk duhet në asnjë lloj mënyre të përdorni lugë metalike sepse veprojnë ato metale dhe më pas do ndodhin disa reaksione që do ta bënin maskën toksike dhe nuk do ishte mirë për fytyrën. Prandaj që duhet përdorni vetëm lugë plastike. Për fytyrat normale, ju sugjeroj që ta bëni maskën një herë në javë, ndërsa për fytyrat me probleme me akne dhe për fytyrat e yndyrshme, sugjeroj që ta bëni 2 herë në javë për të pasur një efekt maksimal. Në qoftë se nuk gjeni argjilë rrotull në farmaci, po është tek përshkrimi, do t'ju lë linkun e Facebookut dhe linkun e Instagramit ku ju mund të blini argjilën që e marr edhe unë. Janë në qese të vogla, kushtojnë 150 lekë të reja. Janë vetëm 2 përdorimse. Dhe gjithashtu do t'ju lë më poshtë tek përshkrimi dhe linkun e Facebookut dhe të Instagramit ku mund të gjeni faqen time Skin Therapy. Do shikoni shumë maska për trupin, për fytyrën, për flokët, shumë postime dhe nga juve sepse aty është bërë një grup i vogël ku të gjithë mundohemi të ndajmë eksperjenca me njëri tjetrin. Gjithashtu në qoftë se kjo video ju pëlqen, ju ftoj të bëni like dhe subscribe. Dhe do shihemi në të tjera video me të tjera maska të mrekullueshme dhe me produkte që mund t'i bëni vetë në kurse shtëpie. Mirupafshim.